Mes emocioneve, duartrokitjeve dhe mallit për publikun, rikthehet në Pogradec artistja e njohur Ermira Babaliu. Në koncertin e mbajtur, këngëtarja dhuroi jo pak emocione për publikun. Të këndosh në Pogradec është që bashkë me zërin tënd të vinë dhe tingujt e gjolit ton që janë aty afër. Të marrësh frymën e kësaj bukurie të rënjve dhe të ngopesh me përqafimet pafund të spektatorit që më ka munguar shumë. Babaliu foli edhe për misionin e saj artistik në këtë fazë të karrierës. Jam shumë e lumtur që më jepet rasti të promovoj, të bëjmë koncerte së bashku me këtë grup të rinj kaq të talentuar. Koncerti i Babaliut ishte një miks muzike me serenatave, roku dhe asaj popullore që ka mbajtur peshë për më shumë se 2 orë spektatorët e pranishëm.